Në zonën e Tetovës dhe Gostivarit, gjatë ditës së kaluar, zyrtarët policor kanë privuar nga liria 4 persona për shkak të dyshimit për veprën penale, drejtim i pakujdesshëm i automjetit, sipas nenit 297A të kodit penal. Në ora 10:50 në rrugën Vëllezri Gjinoski në Gostivar, zyrtar policor nga Departamenti për Punë të Brendshme Gostivar kanë privuar nga liria 38 vjeçarin nga Gostivari, i cili drejtonte automjetin e pasagerëve Volkswagen Golf me targa të Gostivarit pa leje drejtimi. Në orën 18:05 në të njëjtën rrugë në Gostivar, zyrtar policor nga Departamenti për Punë të Brendshme Gostivar kanë privuar nga liria personin 28 vjeçar nga Gostivari, i cili drejtonte automjetin e pasagerëve Volkswagen Passat me targat Gostivarit pa dhënë provimin për shofer. Në orën 19:40 në fshatin Hanet e Mavrovës, komuna e Mavrovës dhe Rostushës, zyrtar policor nga stacioni policor i Mavrovës kanë privuar nga liria një 26 vjeçar nga Gostivari, i cili drejtonte automjetin Ford me targat Gostivarit pa leje drejtimi. Në ora 19:10 zyrtar policor nga stacioni policor i Zherovjanit kanë privuar nga liria personin 22 vjeçar nga fshati Zherovjan, komuna e Bogovinës. Ai është kapur duke drejtuar automjetin Volkswagen Golf me targa të Tetovës pa leje drejtimi, ndërsa pas marrjes së masave dhe kontrolleve të kryera, është konstatuar se paraprakisht është raportuar se ka tentuar të kryej vjedhje të akumulatorëve dhe një makinë pune e një personi tjetër nga fshati Radiovc, rajoni Tetovës. Automjeti është konfiskuar. Pas dokumentimit të plotë të rasteve ndaj personave, do të vijojë kallëzim përkatës. Mbrëm në ora 21:35 zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria një 31 vjeçar nga Tetova. Sipas raportimit, rreth orës 20 në rrugën Andrea Jovanovski Zhurqin në Tetov, pas një debati paraprak lidhur me trafikun, ai me thik i ka shkaktuar lëndime ndaj një personi tjetër nga Tetova. Pas dokumentimit të plotë të rastit, do të vijojë parashtresë përkatëse. Dje në ora 14:40 në stacionin policor Gallat, një 39 vjeçar nga fshati Dobridol ka raportuar se në vendin e tij të punës, si higjienist në shkollën fillore të fshatit, është sulmuar fizikisht nga NB nga i njëjti fshat, po ndërmerren masa për zbardhjen e rastit. Gjithashtu në ora 23 në sektorin për punë të brendshme Tetov, 40 vjeçarja nga fshati Bërvenic, rajoni Tetovës, ka raportuar se rreth orës 22 në një palestër sportive në Tetov, djali i saj i mitur është sulmuar fizikisht nga një i mitur tjetër, po ndërmerren masa për zbardhjen e rastit. Dje në ora 23:35 në fshatin Trebosh, komuna e Zhelinës, zyrtar policor nga stacioni policor i Grupçinit kanë arrestuar personin 22 vjeçar nga fshati Trebosh, duke vepruar sipas një raportimi paraprak nga një 45 vjeçar nga i njëjti fshat. Dje rreth orës 21:30 në një objekt hotelerik në të njëjtin fshat, ai ka sulmuar fizikisht djalin e tij 16 vjeçar. Pas dokumentimit të plotë të rastit, do të vijojë parashtresë përkatëse. Mbrëm në ora 10:20 në sektorin për punë të brendshme Tetov, personat nga fshati Kamjan, komuna e Bogovinës, kanë raportuar se bashkëfshatari i tyre, IE, ka kryer ndërtim pa leje dhe uzurpim të pasurisë së paluajtshme. Sipas raportimit, ai ka ndërtuar një mur betoni në tokë shtetërore duke bllokuar rrugën drejt pronave të tyre, për të cilën ata posedojnë një vendim gjyqësor të formës së prerë për të drejtën e përdorimit që nga viti 1979, po ndërmerren masa për zbardhjen e rastit. Gjithashtu dje në orën 18:40 në stacionin policor të Tearcës, 72 vjeçari nga fshati Tearc ka raportuar se në një rrugë lokale në fshat ka rënë zjarr në automjetin e tij të parkuar Citroen Saxo me targa të Tetovës. Nuk ka persona të lënduar, ndërsa zjarri është lokalizuar nga ekipi i njësisë territoriale kundër zjarrit Tetov. Këqyrja e vendit të ngjarjes është kryer nga ekipi i stacionit policor të Tearcës.